Shekuj me radhë, astronomët kërkojnë përgjigje në pyetjen se pse nata është e zezë, krahas miliarda yjeve dhe galaktikave, të cilat shndrisin natën. Nuk kanë arritur të ofrojnë një përgjigje shkencore deri në shekullin e 20, duke u bazuar në principin e zgjerimit të gjithësisë, e cila largon dhe hedh dritën e yjeve dhe galaktikave. Nata është e errët, domethënë, sepse yjet nuk kanë fuqi të mjaftueshme që qiellin ta mbushin me dritë. Sa më shumë që gjithësia zgjerohet, aq më shumë drita e yllit dobësohet dhe deri tek ne arrin vetëm një pjesë e vogël e asaj drite. Prandaj, nata është e errët. Në librin e Allahut gjejmë një shenjë të qartë që ngritja e qemerit qiellor, domethënë zgjerimi i gjithësisë, e bën qiellin të kompletuar dhe natën të zezë e të errët, siç është shpjeguar në rreshtat paraardhës. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Qoftë lavdëruar Allahu që krijoi qiejt dhe tokën, dhe bëri errësirën dhe dritën. E megjithatë, ata që nuk besojnë, sajojnë zota të tjerë si të barabartë me Zotin e tyre. Supozimi mbi përhershmërinë e kozmosit dhe lashtësinë e saj ka rënë, pasi që shumica e astronomëve të shekullit 20 janë pajtuar për vërtetësinë e zgjerimit të gjithësisë. Ashtu, shkencërisht është vërtetuar se kozmosi ka fillimin dhe mbarimin e vet. I fundit i cili është përkulur këtij realiteti është pikërisht ai grup i astronomëve, të cilët u takojnë shkollave materialiste, ateiste, të cilat favorizojnë epokën para fillimit dhe gjithësinë e përhershme. I lartësuar le të jetë ai, i cili i detyroi mendimëdhenjt që kundër vullnetit të tyre, tërthorazi të pranojnë ekzistencën e Allahut fuqiplot, duke vërtetuar fjalët e tij. Thua ju, o Muhammed, më thoni, nëse ky Kur'an është vërtet prej Allahut dhe ju e mohoni atë, atëherë, kush është në humbje më të madhe se ai që është në kundërshtim të hapur me të? Ne do t'u tregojmë atyre shenjat tona në hapësirat toksore e qiellore, si edhe në vetvete, derisa t'u bëhet plotësisht e qartë se ai Kurani është e vërteta. Vallë, a nuk të mjafton ty që Zoti yt është dëshmues i çdo gjëje? Vërtet, ata dyshojnë në takimin me Zotin e tyre, por le ta dinë se ai ka nën kontroll çdo gjë.